Përshëndetje për shikues të emisionit Gjurma, unë dona ktheva përsëri për këtë emision me një mysafire tjetër tash, Shkenda, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta, jeni më të mirët. Faleminderit, edhe ti je më e mira, definitivisht. Qa po bëna e mirë, qysh je, unë e mirë ti. Okej, arsyeja pse e kena ftuar Shkendën sonte këtu në këtë emision është videoklipi sa i ri i këngës Ditëlindja. Shkenda, po na fol pak më shumë për këngën, ku e ke punu këngën, cili kompozitor, kush e ka shkruar tekstin? Okej. Muzikën edhe tekstin e ka bojë Lil Berani, orkestrimin Ardian Kastrati. Që te e ke interpretu Unë e kom kënu. edhe shumë mirë. Faleminderit shumë. Ke Shkendë kësaj këngë ke vendosur me ja bë edhe videoklipin, edhe pse u kanë shumë në përgjyrimet vitit 3, edhe te Zhurma, te spektakli Zhurma Show Awards. Pse edhe videoklipin bashkë kësaj këngë? Ke pas këngë tjera ma treja apo i ke lënë për ma vonë ato? Po, kënga filloi me u dëgju shumë edhe ishte hera parë që e bona një balad edhe dashta me bo me videoklip edhe kur folëm me Lil Beranin për kënga i tha që me bo, mja bo edhe klipin këngës, zësë qyse kënga është shumë e mirë edhe filloj me u dëgju, gjyrim e vitit 3, në stop e thash ma mirë t'ja bëj edhe një klip edhe për çdo vendosa mja bo kësaj klipin. Me këtë këngë e këthy pas shumë kohësh, pse ajet pauzë, cila o kanë arsye apo ke vendos me pushu kështu edhe kur të kthesh me bo një bëm që she bane me këtë këngë? Po pauza është se unë atër jem konë shumë e rej, kom pas 16 vjetë edhe ta është disha me kënu këngë të fmiva, këngë të rritërve. Po tani, dhe më thonë mas 2 vjetë ishke kjo pauzë edhe shkova në të fest, tani pi të fest dhe më thonë apet bona pauzë, dhe më thonë nuk bisha në këngë që shëdesha unë e këngën, edhe zgjedha i Lil Beranin për më bo këngën edhe dhe më thonë me njëta shuri këtheva dhe ta është jëmë rikëthy mirë, që ajo është më rëndësi. Edhe se ke njatë munalë më. Kush munalë? Tash s'ka, tash kam shumë projekte dhe nuk ma mena që kisha mujtë më munalë, se tash jam tamon mosh se dhët me vazhdu muzikën edhe jam ka mundona dhe ka punoj shumë këtë drejtim. Përveç që e këthy me një këngë 3 dhe ke bo një bëm, e ke ndru dhe imigjin pak, prej asaj zëshkanës që e nga mësu me po Shkendën. Po, krejt me kona, që ashtu me thash që jem kone re, pak flok ma zeza, pak pa u lypa. Po, tash të jem bo bjëndin, me sytë e zi. A ma mirë që shto? Po se di, edhe me flok zeza, okej, mirë, po apet ma mirë njeri natural më kom, po që shto mirë njerë është. Do më thonë mujna me prit ndryshime në tardhë me peshke. Po. Me shflok të gjata, qkurta jo. Në zhandër a kishe menu me ndryshu për shambull, me ndru zhandërin për kësar këtu se që pekna në deri tash? Po, ne tash me kitë kangë e kom ndryshu veç zhandërin, veç dhe me thonë kom fillu me ndryshu, po apet, dhe me thonë kangën e tjetërën që kom e bo tash e kena një duet, një surpriz duet për duetin, diçka fantazika me dal, edhe dhe me thonë edhe aty dhe me thonë kitë është ndryshe pi baladës o ndryshe pi kangëve tjera, krejse. Zakonisht në kangën e parë, kër e kom pas ajo konën, dhe me thonë ka pas shumë me lësë shqiptarë, dhe me thonë nuk kom pak me e përzime me këto tonat, me këto daull që e në këto. Mas, dhe me thonë kanga DJ, ajo konën ma pop folk ma ashtë, kanga të fest në konë haos e përzime me R&B, keti kom ndryshue, kjo balad popullore, kitë me Shavini kom bo. Okej, Shkenda gjithmonë me sene treja këthejet të publiku edhe gjithmonë për publiku një bën këto, normal. Normal. Edhe shumë mirë je dalë në spot, me kone ke bo? Klipin e kom bo me video artin, Gjilani, dhe me thonë son jam pak lokaliste. E kom bo me ta, gjitha klipit e kom bo me ta, po edhe këta vendosa me bo me ata dhe pak për klip pak kom prit pak se prisha me orë dhe teknika ma e re, dhe me thonë ma e fundit high definition që e kanë ata, dhe me thonë dhe pak ata ma kanë zhagit pak klipin, dhe sa erdë puna me bo jam ndohë shumë i knaqë. Edhe ke dalë shumë mirë në klip, kush t'ka regullu? Unë ka dalë që në mirë jam. Jo, për ato normal pedina. Po,
për ngjyrën e flokëve, që nuk e ndrej, e kam salonin natyra, ketin, ato e kam si shpirt, e kam ato, e më ringatja, për klip ato, dhe me thonë për stylingin, grimin, krejto, është u përkujdes Saimi, që diçka, jo më habit me atë kujdesin e tina, jo veç që më kanë drejq bukur, ose u mundu me mbo bukur, po ta në kohës, dhe me thonë, më kanë ejtë gati, edhe e kom një vetëm diçka shumë mirë, se erë që, do me thënë, ja kom lënë dorë tina, s'kom dyshu që e bën diçka keq, edhe se une kom shumë shtirë me bo grem, dikur se me ndresh tokë, se te edhe që në kitë veti dreqe, edhe s'kom pas frikë, do me thënë, veç që kom lënë bë qa dush, edhe më do shumë e knaqen. Përveç që të ka ndrejt Saimi ju dollë edhe vetë në spot, a ka në vështirë me bindë Saimin me dollë në spot, se dim që ko gjash shumë e kanë lutë për para dhe nuk o dollë asë njerë në për spote. Saimi, për mendimin tem është, do me thonë, mashkull ma të bukur unë nuk kam pa. Muna me folë, kom dollë, kom pa, është, do me thonë, dhe ka një ftyrë shumë karakteristike edhe unë shkova të Saimin ditë edhe thash hajt fenirat mi flokt, edhe tull, edhe pekëshyri, thash, po vjen klip, më ka këshyrë njerë. Tha, po bre ta vi, e kërma ka po vi, adis shumë më gëzova, se adis që mire kiti e kanë thirë shumë edhe nuk ka shku, edhe jam gëzu shumë edhe, shqyqër që kom pas edhe në klip edhe më kanë ejtë gati edhe krejt, kështu që shumë mirë. E kujt ke idea me bërë regjinë e këti klipi, kush i ka bo ato, që shka me shku kë klip, se ka dalë me një regji te për të mirë? Regjisore s'jam, po idenë e klipit, dhe me thonë që ato e kom bo une krejt, dhe isa e kom bo 100 ideja i kina ndru, dhe isa kina ardhe që ato e poshtë, edhe Gojard Këqiku, një shok jem shumë i mirë, cili, dhe me thonë, a i studion për atë profesion, edhe pak mendimin e atina, dhe me thonë, pak më ka dhona i mendim, pak une apet krytet e me bëjsha, a vëdhe, po, më thonë edhe më ka ndimu shumë, edhe qeni që është në klip është i tina, e ka një qenë shumë mirë. E di që ti vrigosh shumë me qenë, me qërë su tute me dole. Edhe një sekuencish, kërë qeni të afro ty shumë gata dhe që atë ju më tutë shumë kur qosh me vërtit. Kërë e kom këshirë që... Jo, po, une edhe marrë kom pas qenë vetë. Qenë të huj nuk i du se tutna. A qenë të mi se kam ngajle, po umsova pak me të, nejta pak me të dhe se a i ftyrën shumë të vrajt, ku e të përshtam të të këse jo diçka tjetër. Edhe ideja dhe me thonë nuk konkrete jamja, bashkë me Gojardin, po edhe këta të videoartit dhe me thonë, do pjesë dhe me thonë fund, ajo pjesa që u bo në Gjilan që vjen Saimi edhe më përqap, ajo ndosh më bo në aeroport dhe me thonë, kisha po qona anë e po iki, më zvetë se s'po rrijet. Edhe aty tani ndryshu mendimi se ku është shumë e keqe edhe s'mishme me shku atje, po mirë o dalë. Dhe me thonë ideja në fund për me më taku a ideali u konë e videoartit, veç ajo në fund. Më vje shumë mirë edhe ajo pjesë u dalë mirë, edhe pse nuk u bo në aeroport u dalë mirë në qytetin e Gjilanit pak. Gjilani ka dalë diçka, fantazi ka dalë, shumë mirë. Shkenë, përveç kësaj sekuencës me qenë që u konë diçka interesant, është një skenë ku edhe ke qajt. E di që u konë shumë shtirë me të bo me qajt, se të gjithë mund të ngon të kesh ashtu. Je shumë e harashme, që shërë puna për me qajt, a të kalzona drejtën tash. Drejt, kërë vedoj që një jam me harashme, ka momente dhe unë që qaj. Po për shambull, kur të gri kepën e kaj. Ja të nëspo që u desh me t'i grit një 2 qepa, ashtu për me t'i nësi me qaj. Ja, nuk mi qitë ke lot një, u desh ke 2. I kom të informatat sakta dhe. Jo, vëlla, me qep kom kajt. E që ja ka vleta, ka dollë shumë mira. Mi po, qaq mirë ka dollë, qaq e kom vajtu se qepa mi sytë, djekshin sytë edhe qaq të e vajtu. Bash ka dollë super, i loqish. Ka dollë si original, më kohë. Qa po them? E shkenda dhe aktore e mirë kjo. Po, edhe aktore, s'ki.